futbolli. Dhe duke se ke pak pasion familjar, se nuk parashojmë dy vëllezër të janë të bëri Albani tjetër po ti Albani. Si ka më shumë i madh. E por ne këtë është me stil. Ai Albani është më i madh. Po të dy e kemi pas qef që të vegjël. Kanë qenë ato kastofonët me kaseta që regjistroheshin dhe fshihesh. Futë kaseta me shirit, ti regjistrohesh. Që atëherë bëjmë të dy prova. Albani nisi shumë më herët. Kurse mu dha mundësia të bëja një provë. Edhe kam bërë një provë të Tringu. Në atë kohë bëra një provë, atëherë ishte një konkurrencë Tring digital, kush do merrte Champions League-ën. U bë një luftë e madhe dhe pasi marrova të provën, thash, ok, 2 javë s'morën, apo s'e kam kaluar si ka. Kur na morshin ligat aty. Bie telefoni pasaj dhe më thonë se do moderuar ti. Mund të ishte ndryshe. Edhe pastaj marrin telefon se i bëu gati se nesër do fillojmë, edhe ty filloj. Kalova 5 vite, ndërkohë që më parë unë kisha punuar në gazetë, pastaj kalova në digital, aty ku jam dhe sot. Gati 2008, 18 vite në shtator, bëj 18 vite në koment. 18 vite në koment. Ndeshja më emocionuese, më e paharruar që e komentuar. Shikon, nuk di të veçoj një. Më thënë, ajo që kam në këto 18 vite, ndoshta do kisha pas dëshirë që kisha komentuar një ndeshje të ekipit kombëtar që nuk e kam komentuar dot. Se ke komentuar kur Shqipërinë. Por ke qenë gjithmonë pranë si gazetar, pranë. Si gazetar, po kam qenë me intervista, duke ndjek ekipin. Nuk është e kam humbur ndonjë gjë, se besoj kjo është eksperiencë më e bukur, kjo e të ndjekurit të ekipit. Je më afër lojtarëve, arrin të perceptosh diçka më tepër, arrin të kesh një lajm më tepër, një burim, ta ndjekësh jo vetëm këtu, po kam ndjek në gjithë shtetet, kryesisht që ekipi kombëtar ka paktën 5-6 vite të fundit, kam qenë kudo. Vetëm pa humbur asnjë ndeshje, edhe me grumullime 10 ditore dhe një javore, edhe kam qenë aty duke raportuar. Edhe ato të Europianit? Në Europian jo. Pse? Nuk ishte për fajin tim, ishte për shkak të drejtave, të cilat i kishte klani, unë isha pjesë e Digitalbit, nuk arrit po themi një shumë. Sepse kisha, ideja është që kisha ndjek ekipin, isha njësoj si po themi si lojtarët, që kisha lyp formacion me isha gjatë gjithë kohës kualifikuese dhe pastaj u dëmtova dhe nuk ika dot në Europian. Pra, ti u ndjeve si Erolin Shala, Berat Gjimshiti dhe ato dy tjerët, Milot Rashica në 2016. Që hoqi të vjazë. Jo, rasti ta ndrua trajneri. Ka qenë kampionati shqiptar, besoj për këtë një merit madh ka dhe Digitalbi në atë kohë. Jo se unë kam qenë po mbaj mend vetëm ditën e derbit. Derbi nëse do luhet shtunën apo të dielën, derbi niste një javë përpara. Me intervista, me lidhje direkte, me dhe kjo në trumben tonte, karikonte tifozët shikonin kronika speciale që ne bënim me lojtarët në derbi, duke vënë përballë po themi. Ka pas bosdorëri speciale me BAM, treshën BAM. E mbajmë me Partizani, po. Bravo, të gjitha këto karikonin ambientin dhe bënin që tifozët kishin më shumë interes, sepse njiheshin kush ishte lojtari, që fliste vinim Asani, ishim dy komentator të ndeshjes, pra një komentator dhe një komentator teknik. Ishim 2 veta që rrinin te stolet te pankinat që ishin për lidhje gjendere dhe kishim të 2 vetat e një ishte jashtë stadiumit dhe një ishte në për tifozëri që lëvizte. Pra ishin 6 veta, shto këtu dhe 4 tjerë që ishin suport, pra për një ndeshje ne kishim gati një ekip që shkonte. Dhe sigurisht Digitali pati meritën që e rriti, e ktheu me atë mënyrën e vet, edhe me kanalin e lajmeve që ishte që transmetonte dhe arriti një nivel. Atëherë u kualifiku dhe Skënderbeu Europa League. Për herë parë ekipet ishin në nivel më të mirë nga tani. Ishin më të mirë dhe kjo i nxiste ndoshta edhe më tepër tifozët. Përpara 3 vitesh kur nisëm në Supersport, kur ishim kampionati shqiptar, një emision që kishte të bënte me statistikë, u bë për herë të parë. E dini ku jena, mbajmë edhe shifrat, ka që analizë superiore çdo të me një djalë që Fatjon Bardhin, video analist, shumë i përgatitur. Bënim të prioritate kombëtare se kam parë. Masi ne humbëm drejta kampionatit shqiptar, e zhvendosëm të njëjtin emision me të njëjtat shifra për lojtarët e kombëtares. Ah, okay. Pra duke nxjerr, po themi 3-4 më spikatur të javës dhe do t'rregu gjithmonë rendimentin e lojtarëve. Komplimente për ato njerëz, ishte shumë emisioni. Dhe ai ka qenë i pari që është bërë i këtij lloji, se të gjithë kishin emisione dhe flishin me fjalë, me llafe. E Rafi gjuti 2 herë por lese. Ai krosoi bukur atë se e pa shumë se do ikte ai. Kurse aty ishte me shifra. Shkaktonte pafund reagime se që un kam marr pafund
e fute Florin ti se e njeh ti. Kështu i kemi, mos është gjë i rash dritar të gjë dera? Pse? Ka filluar prapë një informat aty. Se ka filluar një kështu DFSH-ja, një emision i tillë. Jo, po ai vazhdim është. Pastaj. Sako. Nuk rritet pa i fut fundit. Po ishte e bukur miku im. Jo, po e njëjta, është nuk ka asgjë se ai nuk është se shikon, nuk është se është me autorsi, po themi që kemi ble patentën e këtij emisioni, më thënë atë mund ta bëj kushdo, mjafton të futet thjesht ishte aty u bë për herë të parë. Po, është e vërtet. Pastaj ja na shifni javën tjetër, ama the që ecën, javën tjetër video analizë. Jo, ka analizë. Ke komentuar apo po them ke bërë atë gazetarin fushë edhe me shumë personazhe të njohur botës futbollit, mbaj mend Mourinhon, Harry Kane pra shumë. Mourinhon më tregon një histori apo si kanë qenë këta njerëz nga afër. Çfarë ka bërë përshtypje më tepër? Dhe aty kishte Mourinho ishte unë kisha edhe përshtypjen se ka qenë gjithmonë sytë e mi pak antipatik. Edhe në sjellje, po ishte komplet gjë tjetër, ishte shumë, ndoshta edhe për shkak të fitores, sa nuk e di që ai e ngrofi çik dhe ishte shumë i sjellshëm, madje unë u vonova 1 minutë më duket se nuk ishim gati për lidhjen. Do të thonë se kam problem. Doli kampioni? Dhe që ta shpjegojmë 1 minutë e minutat e UEFA-s është 1 minutë shumë e gjatë. Po. Jo, ne sepse ata ka diçka, ata të rrinë aty. Më thënë një herë shumë e vështirë kam bërë intervistë me Lewandowskin, me Harry Kane, me Luis Enriquen, me Kvaratskhelia, nuk e do t'i hap t'i shoh se zakonisht po me Ronaldo fotot. Ronaldon jo, e kam pas kur erdhi Ronaldo në Elbasan në Shqipëri, Portugali, ka qenë shumë masa të rrepta sigurie, ka qenë 4 bodyguard. Ka kaluar afër, domethënë ka mundën kapi foto sepse ishin deri unë e kuptoj atë nuk ka faj se vjen këtu dhe të gjithë duan që të Po, unë e pash me Alin ishte e frikshme. Në atë kohë kur ai ka ardhur nuk funksionon ose nuk funksiononin akoma, po themi të mirëfilla që ti mund të merr intervistë këdo dhe UEFA zakonisht ka pas shumë vështirë që ta binte Ronaldo që ndronte, po themi për intervista. Futet UEFA 10 gazetar dhe nuk e marrin dot Ronaldo. Giuliana Nura e refuzon Ronaldo. E ka mundësi dhe i thot ik, nuk e du. I pashto vetë vlla. Me që ka tregu, e kemi ne lajmin e parë. Duhet një moment si klesh me komentimit. Maj mend një neshje, Bylis Tirana. Nuk ishte ku të komentoja, nuk ishte as tribun. Nuk ka gabim. Edhe vendos një karrige tek arbitri 4, një karrige që tulen vetë, dhe një karrige që për të mbajtur edhe monitorin. Dhe vazhdon. Sulm Tirana ka qenë, mos gaboj, Ndikumana, nuk e di nëse kujtoni, ka qenë një sulmues. Ndikumana po, Ndikumana, një afrohet topi me gati me port bosh, afrohet ngrihet gjithë stori Tirana, s'kishte ku të shifja më fare. Shoh televizorin aty bite dielli. Vetëm në atë moment u bë gol tash do të më thoni emër se s'mund ta leja. Ka një emër. Edhe sulmues ti. Logjika sulmues. E u bë rrëmuje e madhe. Komentatori po i më e ke parasysh nuk e di, ishte goli ishte Ndikumanës, unë thash Kahata, ka qenë lojtar tjetër, Gilberto. E u borë më e madhe, komentatori tha ngatron emrin, po asnjë s'ta besonte kushtet që ti po themi komentoje, kupton? S'ka mundësi, se ke parasysh gjithë ul ke televizori, ke divani, ka mundësi për tavolinë, stupaneshë, si ta ngatroj ky, po çaj me rrogën ky, pse ta ngatroj ky? Ka qenë në fushkruj. Ka pas vetëm një do të vihet sa shkallë dhe do të bëja xhive. Shkallë hekri. Po, shkallë hekri që ty bëte veni komentit. U rraf, e hoqi shkallët njëne. Nuk zbrisja do të me bëj intervista dhe neshjes. Thash si t'ja bëj, orë që unë vej shkallën e që të zbresën. Jo, edhe, u rrafëm neve. Sigur e kishe fajnë ti. Po jo, se e si kishte me mua, se unë s'kisha si faj e dite, po e thjesht është edhe për shaka dhe për qevi, ishte po të them, ka pas rrethane nga më ndryshme, kurse tani stadiumet janë kompletu, janë ndryshe kushtet. Atëherë për shembull, një pyetje. Ha jepi. Pas sa kemi porosi, pyetje nga Alban Xhani. Thosha ke një pyetje për Kolin, tha kam një pyetje. Pyetje tha me kërë tifoz, vetëm këtë pyetje. Oh, e pasa me kunj këtë. Këtë e ka me kunj se ku do me dal nuk e di, po e pasa me kunj. Tifozun s'jam asnjë tifoz. Ja, le tani. Gazetar sportiv që nuk është tifoz me një ekip, nuk është gazetar sportiv. Ti e di shumë mirë ta. Jo. Verify vllajton për pyetjen, jo. Jo, bëj shaka, se unë edhe kur ka thënë italian, duket si gjerman. Kur ka thënë herë tjetër që i thash po unë s'kam lind, do të thënë direkt gazetar komentator, më nuk kam pas pëlqyer. Unë jam tepër i profilit i shkollës italiane futboll. E shef thash italian, duket që në Inter si kumanon me Florin po diskutoja përpara, po i thoya që atëherë ke parasysh ndikimi ndeshjet që
po themi kur ka qenë pirateria atëherë që ka pas të drejta, po i jepnin ke Shiaku, e lëvizte ai, e merreshim kalohet që nga Juve ke Milani, nga Milani ke Interi, shifshim 5 minuta atje, 5 minuta këtu që të shifshim gjitha dhe ka edhe ndikimi, media dhe të gjitha ke futbolli italian. Tani, se Albani tetojë të bëte gol 1-0, prit jap ta bëj gol 2-1 ta përmbysë. Jo, 1-1. Ta bëj 2-1 ta përmbysë. Komentator më i mirë, ti apo Albani? Tani duhet përmbysur. Albani mos diskutoj. U tregua modest. Ndërkohë ndjekim një video që Albani ka thënë veten e vet. U tregua modest. Shiko, një nga gjërat që kam pa, shpesh kuptojmë, unë shikoj gjithë intervistat e ftuarve nëpër televizion të tjerë për të kapur në një moment apo diçka që ka thënë. Pash intervistë dhe dikush ka komentuar, komente pikë. Që Sokol Gjani duke sigurosh një përzierje e Nagelsmann me Hansi Flick nga paraqitja. Edhe tani që e shoh nga afër kuptoj që ka patur drejt. Ma kanë thënë gjithmonë të pjesën e që ndoshta bjonde, ke parasysh e gjithmonë thrisë e Gjerman ose për shembull kur qellon që iki jashtë, ke kanë shumë vështirë dallojnë se skejbe duket si ta çaj hallin më ndik, ne jemi bashkë. Ndërkohë nuk e kam këtë problem, prandaj kalojmë te vari tani. Hapim varin.